Një fermë në fshatin Domën të Postribës në Shkodër është vënë në karantinë nga Drejtoria Rajonale e Veterinarisë për shkak të disa prej kafshëve të imta dhe kanë rezultuar të infektuara. Pronari i fermës Zamir Milani thot se atij kanë ngordhur 3 krerë dhe një tjetri 6 të tjera, ndërsa ka informacione se kjo sëmundje është përhapur edhe tek delet në atë zonë, por sipas tij, fermerët e tjerë nuk flasin për shkak se mund të shkaktohet një lloj frike tek besimtarët musliman që thërrin baktit pasi jemi në prag të Kurban Bajramit. Siç e shikojmë, janë smur, ka tash 2 javë që kanë filluar me shfaq puçra edhe në gojë edhe në gjina, por situata është anë jashtëzakonisht saqë kanë arritur edhe me ngordh. Domethënë një ka ngordh dje, një para 10 ditë. Një kam të humbur, nuk e di se a ka çoft mal, diçka e tillë mund të jetë, por situata shumë e rëndë. Edhe unë më sa kam pyet domethënë për veterinar çfarë mund të kenë, kam çu foto. Nuk është se veterinari i zonës ka ardhur dhe më ka thënë që bileta kur cofi thash hajde ta hapim ta shohim çfarë mund të kesh, unë nuk jam doktor për me e ditë, veterinar. Edhe më tha s'kam çfarë më bëj, domethënë unë du prej ministrisë që me zbulu çfarë smundjet kanë. I këtë du asgjë tjetër. Ilashin ata i blej, unë kam harxuar deri 400.000 lekë, unë kam 6 milion lekë investim, që është diçka që unë kam desh, më pëlqen blektoria, nga që është ai shprehja greke që thënë sa më shumë kesh bashkë me njerëzit, as më shumë i den baktit, e unë vallai është e vërtet kjo situatë. Edhe kam thënë po hapi një biznes sa kem infermier që në 2015-ën. Jam me nip me çdo gjë. Kto si shikoni, këtu ka 1400.000 lekë ilaçe që kam bler. Ndryshme domethënë, se shkon te veterinar thotë ja mund të ketë këtë, jo bëjnë sepse poso bën analizat për modi se ç'a mund të ketë. As ata nuk e din. Edhe jam mënu me gjitha mënyrat me i shërby, sa është diçka që nuk flet ajo, kështu që nuk ka gojë me fol, më lëmi to. Jam mundet për me i shërby, por nuk pa arri, nuk është shumë e vështirë. Shpresoj tash me këta të ministrisë me arrit bilet paktën me di se çfarë smundjet kanë, si të pështojmë edhe tjerë bilet paktën, ata nuk flasin, po unë duhet paktën të pështojnë. Në këtë fermë mbërriten inspektorët e Drejtorisë Rajonale të Veterinarisë në Shkodër, duke e vendosur në karantinë, ndërsa inspektori Muhamet Bisho thotë se do të dërgohen urgjentisht analizat pranë Institutit të Referencës Veterinare në Tiranë, pasi është e qartë që sëmundja ka prekur dhit. Tregtimi dhe lëvizja e baktive të imta dhe të trasha është një shqetësim i përhershëm dhe privet fermerëve në fshatrat e Shkodrës, por shpeshherë janë shprehur se nuk kanë një mundësi tjetër sepse në treg nuk ka të matrikuluar, duke bërë që rreziku i prekjes nga sëmundjet të jetë i lartë.